تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Allahun e lartësuar, salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wasalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Të dashur vëllezër, tema që kam përzgjedhur në këtë seminar është usul e tefsir, bazat e tefsirit. Autori i këtij libri më than është Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Do t'i kemi dy tema sot dhe nesër inshallah. Pra sot do të flasim kryesisht për Kur'anin. Sheikh Uthaymin rahimahullah flet në këtë libër për Kur'anin, kur ka zbritur Kur'ani, ajetet e para, llojet e ajeteve të zbritjes, tubimi i Kur'anit, kryesisht flet për këtë pjesë. Më tej fillon flet për disa rregulla të tefsirit. Usulu tefsir, pra në përgjithësi për t'i kuptuar temat, është mirë mi kuptu bazat. Siç kanë thonë selefi, men hurima al-usul hurima al-wusul. Ati që i mungojnë rregullat, parimet, ati i mungon edhe arritja e qëllimit. Pa ai që nuk i mëson parimet apo bazat e një lamie, atëherë ai nuk mund të arrijë edhe qëllimet. Për këtë arsye, edhe në fik ka usul fik, usul në hadith, usul në akide, parime me të cilat ti e kupton një lami. Dallohet Sheikh Uthaymin rahimahullah, Allah i ka dhënë një veçori në mënyrën e shpjegimit. Kush mendon diçka që është e qartë, Sheikh Uthaymin rahimahullah ka pas një veçori që ka dhënë qartësime të veçanta, dhe kjo e bën shumë të dobishëm në kuptimin e meseleve. Al-Quran fil lugha, e para Kur'ani, që është libri i Allahut, që është udhërrëfyes për jetën e besimtarit, duhet ta dim se Kur'an, çka do të thonë Kur'an edhe në aspektin etimologjik, pra gjuhësor, edhe terminologjik, shariatik. Fjala Kur'an rrien nga fjala, nga rënja fjalës qara'a bi ma'na tala, ka dy kuptime gjuhësore. Tala au bi ma'na jama'a, i lexuar dhe përmbledhës. I lexuar, pra në aspektin e gjuhës arabe, fjala Kur'an ka dy kuptime. I lexuar, pra Kur'ani lexohet, dhe jama'a përmbledhës. Çka do të thonë përmbledh? Përmbledh rrëfim ngjarjesh, dispozita, urtësi e kështu me radhë. Dorsa në aspektin e shariatit terminologjik, kalamullahi ta'ala al-munazzal ala rasulihi wa khatam anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mabdu'u bi surati al-Fatiha, al-makhtum bi surati an-Nas. Kurani është fjala e Allahut, e zbritur të i dërguar i tij nëpërmjet melekut Xhibril, i zbritur të vula e pejgamberëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku fillon me kaptinën el-Fatiha dhe përfundon me kaptinën an-Nas. Thot Sheikh Uthaymin rahimahullah, وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل. Allahu e ka marrë përgjegjësi që ky libër të mos psoj ndryshime, të mos shtohet diç në këtë libër, të mos paksohet, pra është i ruajtur. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbritur Kur'anin, e-dhikr është për qëllim Kur'ani, wa inna lahu lahafidhun, dhe ne atë do ta ruajmë. Kanë kaluar shekuj dhe do të kalojnë shekuj, dhe deri sa të vijë momenti
pra shenjat e mëdha të kiametit, kur të ndodhin dhe të shenjat e mëdha, me tej do të vjen një moment ku do të ngritet Kurani. Kurani është zbritur dhe vjen një moment ku nuk do të ketë më Kur'an në tokë. Dhe kjo është një për argumenteve që Kurani nuk është i krijuar, por është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Pra siç e ka njeriu ato fletushkat apo e ka para vetes, kur e hap nuk e gjen më Kur'anin. Përmendet se vetëm si shembull gjatë historisë që Kur'ani është i ruajtur prej Allahut subhanahu wa taala, kur një prej halifeve Abbasid ka pas prezent një krishter i cili është marrë me, ka qenë warraq, ka bërë shkrimin e librave. Edhe ja ka afru Islamin me pranu. Ky nuk e ka pranuar Islamin. Ka kalu shumë kohë kur prapa i ka hyrë te halifja si musliman. Dhe i ka thonë pse tani e pranove Islamin e më herët nuk e ka pranuar Islamin. Thot kam qenë warraq, kam shkruar libra. Kam qenë njëri që marrë me botim. Thotë mora Injilin, shtoja diçka dhe kur delsha në treg vetëm se njerëzit entuziazmoheshin më shumë me blej Injilin. Ka diçka të re dhe po shtohet. Kështu thotë veprova edhe me Tevratin, thotë kur shtova diç nga Kurani dhe qita në treg, thotë filluan me mbështy njerëzit. Pra filluan njerëzit e rëndom me mbështy në fytyrë dhe aty kuptova se ky është libri i Allahut dhe nuk mundet askush me lut. Allahu e ka përshkruar Kur'anin me përshkrime të shumta. Kur'ani është i përshkruar me përshkrime të shumta, madhështore. Allahu thot në librin e tij: "Wa laqad atayna sab'an min al-mathani wal Qur'an al-'azim." Ne të kemi dhënë 7 ajetet që përsëriten. Pra bëhet fjalë për surën El-Fatiha dhe Kur'anin madhështor. Wal Qur'an al-'azim. Kështu e përshkruan Allahu në Kur'an. Wal Qur'an al-'azim. Po ashtu thot Allahu në Kur'an wal qaf wal Qur'an al-majid. Qaf pasha Kur'anin e lavdishëm. Pastaj Allahu thot kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Ty ta kemi zbritur o Muhammed, kuptimi i ajetit, një libër mubarak të bekuar liyadabbaru ayati, që ti meditoni argumentet e tij. Po ashtu Allahu thot innahu la Qur'anun karim. Me të vërtetë ky është një Kur'an fisnik. Pastaj thot Allahu inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtetë ky Kur'an udhëzon rrugën më të drejtë. Përshkrime të shumta. Pastaj thot Allahu law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal, sikur të kishim zbritur këtë libër Kur'anin përballë mbi një mal, do të shihja atë të për ulur të coptuar nga frika ndaj Allahut. La ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah. Pra do të thërmohet para Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu Allahu thot wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay. Të kemi zbritur ty Kur'anin sqarues të çdo mësie. Wa anzalna ilayka al-kitaba, thot Allahu në Kur'an, ne të kemi zbritur ty këtë libër Kur'anin bil haqq, me të vërtetën, musaddiqan lima bayna yadayhi, që Kur'ani është vërtetues i librave të mëhershëm, pra Tevratit, Injilit. Pra Kur'ani qartëson se Tevrati është libri i Allahut, qartëson se Zeburi është libri i Allahut. Pastaj thot Allahu wa muhayminan alay, dhe e mbron Tevratin dhe Injilin dhe Zeburin, i mbron nga falsifikime. Përveç se tregon Kur'ani që është librat e mëhershme, librat e Allahut, njëkohësisht muhayminan alay, e mbron nga ajo çka është nveshur Zeburit e Injilit të Tevratit. Fahkum bainahum bima anzala Allah, gjykom atë që është zbritur nga Allah, pra me Kur'an. Pastaj thot Allahu te baraka alladhi nazzala al-furqana ala abdi. I lartësuar qoftë Allahu që zbriti te robi i tij Furqanin. Furqan, Kurani është Furqan, kriter që dallon të mirën nga e gabuara, të vërtetën nga e kota. Furqan, pra Kurani të qartëson.
Pastaj thot Allahu kitabun anzalnahu ilayka, ty ta kemi zbritur këtë libër, li tukhrijan nase, që ti nxjerrësh njerëzit me këtë libër min adh-dhulumati ila nur, nga errësirat në dritë, bi idhni rabbihim, me lejen e Zotit tyre. Të gjitha këto janë argumente që i përmend Sheikh Uthaymin rahimullah, një përshkrim të Kur'anit. Më tej thot Sheikhu, nuzulul Kur'an, zbritja e Kur'anit. Inna anzalnahu fi lejletil qadr, ne kemi zbrit në natën e Kadrit. Zbritja e Kur'anit ka ndodhur kur pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka mbushur të dy zetat, 40 vite. Thot Ibn Abbasi, Ata wa Sa'id e përmendin që hadhihi sin, kjo është mosha kur arrihet mosha e pjekurisë. Mosha e pjekurisë. Dhe ata cilët pra e kryen fakultetin, pastaj kalojnë shumë vite e kuptojnë që mosha e hifdhit është mosha e rinisë. Por mosha e kuptimit fesë është pra pikërisht mosha në cilën ka qenë pejgamberi sa të zbritjes shpalljes. Pra njeriu moshën 18 vjeçare mund mësoj Kur'anin përmendsh me lehtësi, hadithe, sher, poezi, por kuptimin e tyre e kupton pas ma fuqishëm, pra kuptimin e ka më të shkathët kur arrin moshat e 40. Wa kamal al-aql, dhe logjika është ma e mirë, wa tamamu al-idrak, pra perceptimin e gjërave. Të zbritja e Kur'anit është një mesele, dhe kjo është një prej urtësive, si me thonë, edhe të mirave që i ka përgatitja për seminaret e tilla, ligjëratat, që në nxit ne që të mësojmë edhe shumë ma shumë. Një prej meseleve që dua të përmend shkurtimisht është zbritja e Kur'anit në natën e Kadrit. Muhammed ibn Ibrahim, muftia e Arabisë Saudite, ish muftia e Arabisë Saudite, që ka qenë një prej dietarëve të mëdhej dhe mësuesi i Sheikh Ibn Bazit rahimullah, ka shkruar një shkrim ku e kundërshton mendimin se transmetohet nga Ibn Abasi që Kur'ani ka zbritur në qiellin e fundit të dunjas në natën e Kadrit komplet nga Lauhi Mahfudh në qiellin e fundit të dunjas. Pra, është një grup dietarëve të cilët thonë se në natën e Kadrit komplet ka zbritur Kur'anin nga Lauhi Mahfudh në Beit el-Izz, në shtëpinë e krenarisë, në qiellin e dunjas. Dhe Muhammed ibn Ibrahimi me argumente të ndryshme mundohet dhe e kundërshton këtë mendim. Dhe thot, ajetet e para kanë zbrit në natën e Kadrit. Të këtij mendimi, nga ajo që kemi lexuar, është edhe Sheikh Albani rahimahullah, i cili nuk e pranon që Ibn Abbasit ketë thënë një fjalë të tillë. Po të njëjtit mendim ka edhe Sheikh Ibn Uthaymini, edhe Sheikh Fauzani, edhe Sheikh Ibn Bazi. Edhe pse Sheikh Ibn Bazi rahimahullah e respekton si mendim këtë që ata cilët argumentojnë me këtë transmetim të Ibn Abbasit. Sido që të jetë, Allahu a din më së miri, por e sakta është se Kurani ka filluar me zbrit në natën e Kadrit. Kurani ka filluar me zbrit në natën e Kadrit. والذي نزل بالقرآن من عند الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة. Atë që e ka zbrit pra nga ana Allahu subhanahu wa ta'ala ka ardhur nëpërmes melekut Gjibril. Wa innahu latanzilun min rabbil alamin. Ajo është zbritur nga Zoti i botëve, nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ar-ruhu al-amin. Atë e ka zbrit nëpërmjet melekut ar-ruh. Në Kur'an është përshkruar meleku Gjibril ar-ruh, pra shpirt, al-amin, i besuar. Thot Sheikh Uthaymini, Allah më shiroft, wa kad kana li Gjibril alayhi salam min as-sifat al-hamida al-azima. Gjibrili ka pas virtyte madhështore, të larta, do të thonë jashtëzakonisht morale të larta, min al-karam, bujaria, wal quwwa, fuqia, wal qurb min Allah, ka qenë i afërm i Allahut, meleku Gjibril. Wal makanat wal ihtiram bain al-malaika.
Meleku Gjibril ka qenë më i nderuari dhe respektuari në mesin e melajke, wal amana, me i besuari. Ka dhënë Allahu subhanahu wa taala cilësi jashtëzakonisht të veçanta, wa tahara, ku ati është besuar me zbrit, pra nëpërmjet tij më arsh shpallja. Innehu laqawlu rasulin karim dhi quwwa inda dhil arshi makin, pra që ka qenë i fuqishëm meleku Gjibril, të arshi i Allahut subhanahu wa taala makin, dhe ka qenë i vendosur. Muta'in thumma amin. Muta'in ju kanë bindur melekut Gjibril. Thumma amin, pastaj edhe ka qenë i besueshëm. Awwal ma nazala min al-Quran, e para që ka zbritur nga Kurani. Awwal ma nazala min al-Quran, e para që ka zbritur nga Kurani janë fjalët e Allahut. Transmeton Aisha radiallahu anha se e para që ka zbritur nga kuptimi hadithit janë fjalët e Allahut në surën Alaq, 5 ajetet e para. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lexon emrin Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Khalaqa al-insana min alaq, e krijoi njeriu nga një gjak i mpiksur. Iqra wa rabbuka al-akram, lexo dhe Zoti yt është më bujari, alladhi allama bil qalam, ai që ja mësoi njeriu shkrimin me laps. Allama al-insana ma lam ya'lam, mësoi njeriu atë që nuk diti. Sikur njeriu të mediton vetëm këto ajetet e para, do t'i nënshtrohet Allahu subhanahu wa taala, do ta pranon të vërtetën, do ta kupton se ky është i dërguari i Allahut. Fjalët e para, iqra, lexo në emër të Allahut i cili krijoi çdo gjë. Pastaj e ka veçuar, ka specifikuar krijimin e njeriu. Pra e ka kriju njeriu nga një copë gjaku. Pastaj ja ka mësuar shkrimin, leximin. Allama al-insana ma lam ya'lam, mësoi njeriu atë që nuk diti. Pra jemi të nxjerrur nga një mitër, as nuk dim të shkruajmë, as të lexojmë, dhe gjitha na jep Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto janë ajetet e para që transmeton Aisha radiallahu anha, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është veçuar në shpellën Hira, dhe aty ju ka shfaqur meleku Gjibril dhe i ka thënë iqra, lexo. Ka thënë ma ana biqari, unë nuk di të lexoj. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri al-ummi, që nuk ka ditë shkrim dhe lexim, dhe kjo nuk është diçka që e ul personalitetin e pejgamberit alayhis salatu, po kjo tregon se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po ai i cili nuk dinte as shkrim as lexim, dhe nuk kishte qasje as me krishterës as me jehudët, jetonte në Mekka, tani më nga ky i dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salatu wassalam, po citohen vargje ku shkatron dhe mposht çdo oratori të arabëve që kanë pas. Arabët kanë qenë me oratorin pikën më të lartë. Pra vetëm Ebu Talib, që i ka shkruar poezit në mbrojtje të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Mbrojtje. Pra e ka mbrojt djalin e vllautëve, apo Ebu Talibi e ka mbrojt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, megjithatë nuk e ka pranuar Islamin. Kjo tregon edhe çfarë oratorie kanë pas, me shfaq në mbrojtje ndaj të dërguarit të Allahut, duke mos e pranuar Islamin. Dhe ardha e Kur'anit, kjo është një pjesë argumente më të qarta që pejgamberi alayhis salatu wasallam është i dërguari i Allahut. Kanë pas shumë lehtë ata me kuptu që ky është i dërguari i Allahut. Dhe ku ka logjik? Ata që e kanë njoft, as nuk është njoft me poezi, as ka qenë poet, as ka qenë shkrimtar, as ka thurë ndonjë varg ndonjëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që me rivalizu mushrikët. Pa prit mas, domethënë ka dali për ta kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka cituar Kur'an. Pra për këtë është urësia që ai ka qenë, nuk ka ditë shkrim dhe lexim. Por me qenë një për argumente më të fuqishme që ai është i dërguari i Allahut subhanahu wa ta'ala. Thumma fatara al-wahyu mudda, pastaj ka pauzuar shpallja për një kohë.
Dhe kjo kohë, disa dietarë thonë me disa ditë, disa thonë 3 vite, Allahu alem, por nuk ka argument sakt se sa ka pauzuar shpallja. Në Sahihul Bukhari dhe Muslim, Aisha radiallahu anha përshkruan se si i ka ardhur shpallja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se si i ka folur meleku Xhibril 5 ajete të surës Al-Alaq. Po ashtu në Bukhari dhe në Muslim transmetohet nga Xhabir radiallahu anhu se si i kanë zbritur ajetet e surës Mudaththir, ku pejgamberi alayhi salatu wasallam është pikëllu, saqë kanë ardhur transmetime sakta që pejgamberi alayhi salatu wasallam pas asaj periudhe ka shku, ka hip në për male dhe ka pas, domethënë ka tentu, domethënë edhe që të binë nga malet, nga ai dëshprimi tani më që nuk po i vjen meleku Xhibril. Dhe në ato momente prap i ka dalë Xhibrili dhe ka këshillu. Mëtej Xhabir radiallahu anhu në Sahihain përmendet që Aba Salama Ibn Abdurrahman e ka pyetur se cilët janë ajetet e para që janë zbritur. Ka thënë, ajetet e para që janë zbritur janë Ja ayyuhal mudaththir, o ti i mbuluar, qum fa anzir, ngritu edhe paralajmëro njerëzit. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, pra Zotin tënd madhroje dhe pastrohu nga shirku, do të thonë luftoje shirkun. Wa rujza fahjur. E përmend Xhabir radiallahu anhu që kur i ka dëgju këto ajete pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë dethiruni, pra ka ardhe Khadija radiallahu anhu dhe ka thënë më mbulo mua, wa sabbu alayya ma'an barid, dhe ka kërku ujë të ftohtë, dhe kanë zbritur këto ajete. Fa hadhihi al-aya, tani kemi transmetime që edhe nga Xhabir, edhe nga Aisha radiallahu anha që ajetet e para janë Iqra bismi rabbika alladhi khalaq edhe Ja ayyuhal mudaththir. Mirë, po këtu nuk ka kundërshti, nuk ka kundërthënie mes këtyre, sepse hadithi i Aishës e qartëson se ajetet e para që i kanë zbritjen Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ndërsa pas pauzimit të shpalljes ajetet e para janë Ja ayyuhal mudaththir. Dhe qartësohet çdo gjë. Pra nuk ka mundësi nëse të dy hadithet janë sakta të ketë një kundërshtim mes tyre, përplasjen mes tyre. Dhe thot Sheikh Uthaymin rahimullah, përmend se me transmetimin e Aishës që transmetohet se fjalët e para janë lexon në emër të Zotit tënd, Muhamedi alayhi salatu wassalam është bë profet, është bë pejgamber. Ndërsa me ajetet e surës Mudaththir, që është ngarkuar me shpallje, me thirrje njerëzit në tauhid, atëherë është bëj dërguar. Pra, ka dallim mes nebi edhe rasul. Periudha derisa i ka ardhur shpallja që me thirr njerëzit në tauhid, me largu nga shirku, kjo është periudha që ai ka qenë profet, pastaj me këto ajete është bë i dërguar. Nuzul al-Quran ibtidai wa sababi. Thot Sheikh Uthaymin rahimullah, ajetet, forma e ajeteve. Ajetet janë, zbritja ajeteve janë dy llojeve. Ajetet që ju paraprin një shkak dhe ajetet që nuk ju paraprin një shkak. Nuzulul Quran ibtidai wa sababi. Pra zbritja e ajeteve është ibtidai wa sababi. Ibtidai, ajetet që nuk ju paraprin ndonjë shkak, është shumica ajeteve në Kur'an. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Këtu na çerson Allahu subhanahu wa taala. As ka pyet kush ndonjë mesele që apo s'ka ndodhur ndonjë ngjarje që të zbret surën Al-Fatiha, po Allahu e ka zbrit surën Al-Fatiha. E shumë ajetet të Kur'anit që Allahu i ka zbritur pa ju paraprin ndonjë ngjarje, ndonjë pyetje, ndonjë shkak. Dhe ajetet të cilat ju paraprin ndonjë shkak. Sebebi, wa huwa ma taqaddam nuzulu sebebi iqtadihi. Dhe kemi shumë ajete nga Kurani që kanë zbritur si rezultat i shkaqeve. Dhe shkaqet mund të jenë të ndryshme, ose mund të jenë pyetje që kanë nevojë përgjigje. E kanë pyetur pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe ai nuk është përgjigjur derisa i ka zbritur shpallja. Ose ka ndodhur ndonjë ngjarje që ka pasur nevojë të qartësohen musliman.
dhe kanë zbrit ajete. Ose kanë ndodhur ndonjë ngjarje që njerëzit kanë pas nevojë me kuptuar ndonjë dispozit. Më tej kanë zbrit ajete. Për shembull, sualun yujibu Allahu anhu. Yes'alunaka 'anil hilla. Të pyesin ty për hënën. E kanë pyet pejgamberin alayhis salatu wassalam, pse ka krijuar Allahu në këtë formë hënën? Pra, hënën e kanë pa njerëzit, muslimanët, apo përgjithësi, dhe kanë pa vit holl, më tej ka kaluar plot, më tej prapë shty. Dhe njerëzit e kanë pyet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pse ka krijuar Allahu në këtë mënyrë? Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk është përgjigj me njerë, ka zbrit ajet, yeselunaka 'anil mahilla, pyesin ty për hënën, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Thuaj se hënën dhe këtu Allahu tani më ka tregu urtësinë e krijimit të hënës në aspektin e shariatit. Urtësia thelbësore e hënës. Pra, ata shkencëtarët i tregojnë urtësitë e veta, por urtësia reale është kjo. Allahu ka thënë, kuptimi i ajetit, është krijuar hëna që muslimanët, besimtarët të bëjnë njësimin e kohës, pra llogaritjen e haxhit, edhe në përgjithësi që ju nevojitet për ibadetet ndryshme. Pra nëpërmjet hënës ne fillojmë Ramazanin, e përfundojmë Ramazanin, e fillojmë Bajramin e kështu me radhë. Haxhi, gjitha ibadetet kryesore, pra lidhen haxhi lidhet edhe Ramazani lidhet me çështjen e hënës. Apo yeselunaka 'anil anfal, pyesin ty për plaçkën e luftës. Yeselunaka 'an dhul qarnayn, pyesin ty për dhul qarnaynin. Kanë ardhur mushrikët në Medinë, kanë thënë, a ka mundësi një pyetje ta sfidoj Muhamedit alayhis salatu wassalam? Ata e kanë thënë, pyetni, nëse këto i dinë është profet. Pyetni për një njerëz që u sjell në tokë. Pyetni për banorët e shpellës. Dhe kanë ardhur dhe kanë pyet pejgamberin alayhis salatu wassalam, i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk ju ka dhënë përgjigje, sepse nuk ka ditë. Derisa ka ardhur shpallja. Dhe ata kanë pas një shans të qartë për me kuptuar se është i dërguari i Allahut. Ka thonë të nesërmen, dhe nuk i ka ardhur të nesërmen e ku Gjibril. Pra sikur ajti ishte nga vetja të fliste Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të nesërmen do ta merrni një përgjigje. Por ai është prapë një argument i fuqishëm që ky është i dërguari i Allahut. Pastaj kanë zbrit ajetën surën Kehf ku Allahu qarson yeselunaka 'an dhil qarnayn. Pra, shumë ajete kanë zbrit si që ju kanë parapri një prej shkaqeve pyetje dhe Allahu ju është përgjigjur. Apo kemi haditha waqa'at tahtaj ila bayan. Ka ndodhur një ngjarje që ka nevojë për sqarim. Luftën e Tebukut, disa hipokrit, sepse në Tebuk janë shfaqur hipokritët. Për këtë Allahu alem, Hudhaifa ibn al-Yamana i ka ditë kush janë hipokritët. Se gjatë rrugtimit ata kanë planifikuar me vrap pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe i ka zbulu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe krejt ata grupin e hipokritëve i ka pa Hudhaifa. Kur i ka pa Hudhaifa, pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë që mos me i tregu njerëzve se këta janë njerëzit që kanë planifikuar. Pra ka qenë urtësi që mos mu ditë kush janë hipokritët. Dhe Hudhaifa ka ditë, për këtë ka ditë Hudhaifa që këta janë hipokritët. Dhe gjatë kthimit ata kanë thonë prej Tebukut, ma ra'ayna mithla qurra'ina haulai arghab butunan wala akthab alsin. Disa prej tyre kanë thonë wala ajbana inda al-liqa. Kanë thonë fjalë shumë të rëndë, kanë thonë s'kemi pa njerëz që mat etur për ushqim, si me thonë, mat uritur për ushqim se sa këta njerëz. Pra janë njerëz që veç kanë qepi mbush barkat e tyre. Edhe gënjeshtar, edhe frikacaka. Pra të gjitha cilësit e këqija të një njeri i kanë përshkruar këta për pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe sahabët. Më tej kanë zbrit ajete, abillahi wa rasulihi kuntum tastehziun. Pra ama Allahun dhe të dërguarin e tij me ajetet po talleni, derisa njëri prej tyre ka ardhur ka për kërpesh devën e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe duke thënë wala inma kunna nakhudu wa nal'ab. Kan thonë ne s'kemi pas qëllim të keq. S'kemi pas qëllim me të nënçmu. Kemi thonë kemi qenë duke bo shaka gjatë udhëtimit.
Dhe Allahu subhanahu wa taala ju shpërgjigjur atyre e billah. Pra Allahu ka zbrit tani me surën ju qartësu që me fe nuk ka tallje. Ke qëllim, s'ke qëllim, kjo është kufër, dalje për e feje. E billah, pra me Allahun, wa ajati, me ajetet e ti, wa rasuli, me dërgumin e ti, kuntum testehziun, kad kefertum ba'de imanikum. Vetë se keni dalë për imanit. Po ashtu, au fi'lin waqi' yahtaj ila ma'rifati hukmi. Mund të ndodh një ngjarje që ka nevojë me ditë dispozite. Për shemb, ka qenë një Khawla bin Thalaba, një gru në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka qenë martuar me Aus ibn Samit, vllajën e Ubadet ibn Samit. Është i njohur, një sahabi që transmetohet nga Ubadet ibn Samit, hadith i njohur. Ai e ka pas bashkëshorte Khawla bin Thalaba. Dhe nga zemrimi që e ka pas, pra natyrshmëria e disa njerëzve është pak më e ashpër, pasi që kanë lind fëmijë atë gru, kanë qenë një pjesë të jetës me ta, ka thënë ante dhahruka ka ummi dhahri. Pra kuptimi i kësaj fjale. Shpina jote është sikur shpina e nënës time. Kjo ka qenë në gjahiljet një fjalë që më atë gru s'ki pas kontakt. Pjesë e gjahiljetit ka qenë, nuk ka qenë pjesë e islamit kjo. Fjallë rëndë, pra ti je si nona ime, mo nuk është afrua sa i grua. Kjo është gjahilije. Dhe ka ardhë kjo grua, pra ka qenë një jetë me këtë njëri, rritë fëmija, dhe ka qenë rëndë për dhe ka ardhë të pejgamberi alayhi salam, dhe është ankuar. Dhe pejgamberi alayhi salam ende nuk ka zbritur në një dispozitë se çfarë të ndodhë me të, dhe ajo prap ka insistu, është anku. Aisha radiallahu anha i ka dëgju, por nuk e ka kuptu krejt ngjarjen që po ndodhë. Pastaj kanë zbrit ajetet al-mujadala, debat, polemik. Allahu ka thënë, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allahu ka dëgjuar pra debatin, polemikin, ankesën që e ka pas kjo grua për bashkëshortin e saj. Wallahu yasma'u tahawurakum. Allahu ka dëgjuar bisedën juve. Inna Allaha sami'un basir. Pra ka qenë nën. Allahu dëgjon dhe sheh çdo gjë. Aisha radiallahu anha kur ka dëgjuar këtë ajet, ka thonë i lartësuar qoftë Allahu i cili pra dëgjon dhe sheh çdo gjë. Çdo njësi. Pastaj Allahu subhanahu wa taala e ka qartësuar se çfarë duhet veprohet të situatës. Pra me herët muslimanët nuk kanë ditë. Çka kanë bë? As i kanë nda gratë, as i kanë majt, ka qenë emrul jahiliya, pra ignorancë. Edhe i kanë bë padrejtësit grus, edhe vetës el jahiliya. Për këtë Islami është dritë, është mëshirë, është urtësi. Pastaj Allahu ka qartësuar walladhina yudhahiruna minkum min nisaihin ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum. Pra grave të cilat ju i thuni ju se ti shpina jote është si shpina e nënës time, ato nuk janë nënat e juaja. Nëna jote është ajo nëna që të ka lind. Pastaj Allahu ka qartësuar se çka duhet veproj ky njeri i cili bën dhihar. Pra si shpreh dhihar, pra që thot këtë fjalë. Cili është dispozita? Ai duhet ta lirojë një rob. Faman lam yastati, kush ka mundësi lirimin e një robi, fa it'amu 60 miskina. Nëse nuk ka mundësi një lirimin e një robi, ai duhet ta agjerojë 2 muaj rresht. Nëse nuk ka mundësi 2 muaj rresht, atëherë duhet të ushqej 60 varfër. Dhe pastaj të vazhdoj jetën me atë gru. Pas kësaj, pasi ndodhin këto, atëherë i afrohet asaj bashkëshorte, asaj gruaje që nuk e ka nënë. Pra, Allah e qartëson se është një prej pra formave të zbritjes së Kur'anit është kur i prin një shkak që ka nevojë për mu qartësu kjo dispozit. Kjo është një prej formave të zbritjes së Kur'anit. Fawaid ma'rifatu asbab an-nuzul. Dobit e cilat janë dobit, thot Sheikhu Uthemini, për me njoft në shkaqet e zbritjes. E para thot bayan an al-Qur'ana nazala min indillah.
Kur ne njohim shkakun e zbritjes, ne e kuptojmë se Kurani është fjala e Allahut. Hatta yanzil alayhi al-wahy. Mithal al-awwal. Për shembull, thot Sheikhu Dhejmini, yesalunaka anir ruh, pyesin ty për shpirtin. Ka qenë një sahabi, ka një jahudi, ka pyet pejgamberin sa to për shpirtin. Fa fi Sahih Bukhari an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, transmeton Abdullah ibn Mas'udi, thot anna rajulan min al-yahud qal, një jahudi ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Më ruh, çka është shpirti?" Thot kanë zbrit ajetë. Fa alimtu annahu yuha ilay. E kam kuptuar se shumë shpejt do të zbret një ajet. Fa qumtu maqami falamma nazal al-wahy qal. Pastaj ka thënë Allahu, ka zbrit ajetu yesalunaka anir ruh, të pyesin ty për shpirtin, Qul ir-ruhu min amri rabbi, thuaj se shpirti është çështje që më takon mua. Pra, pak të kam dhënë dituri nga kjo. Shembulli i dytë, Allahu thot, e përshkruan Kur'an, surën Munafiqun, yaquluna la in raja'na ila al-Madina. Thon munafiqët, ku të kthehemi në Medinë, le yukhrijanna al-'azzu minha al-adhall. I forti do ta nxjerr nga Medina të dobtin. I forti do ta nxjerr nga Medina të dobtin. Këtu tani më ka nevojë për urtësive, ka pas gjëra të paqarta. I kanë ardhur disa lajme pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Abdullah ibn Seluli ka thonë disa fjalë shumë të këqija. Dhe i ka kërkuar sqarim Abdullah ibn Selulit, dhe ai është betuar se s'e ka thënë. Dhe e ka marrë ashtu siç e ka thënë. Pastaj ka zbrit ajet që është qartësuar se ai ka qenë gënjeshtar. Dhe një prej sahabëve ka thënë të vërtetën. Dhe kjo ka ndodhur në betejën Bani Mustalaq. Kur kanë qenë duke u kthy muslimanët, kanë disa ndodhi dhe disa ngjarje kanë ndodhur në këtë betejë gjatë kthimit të kësaj beteje. Një ansari ka pas një mosmarrveshje me një muhajir dhe sahabët kanë qenë njerëz. Pe akides e ahli sunneti wal jamaa që njerëzit gabojnë, sahabët kanë qenë njerëz që mund të kenë gabuar. Dhe një musliman e ka godit muslimanin tjetër. Pra një musliman nga muhajir e ka godit një të ansarëve. Dhe kanë filluar domethënë duke u rrështuar tani më. Ansarët e kanë mbrojtur ansarin, muhajirët e kanë mbrojtur muhajir. Derisa kanë një za ka thonë, njëri ka thonë ja lil ansar, o ju ansar, tjetri ka thonë ja lil muhajirin, kanë filluar duke u rrështuar. Për këtë është fjala e famshme e pejgamberit e njohur, abi da'wa al-jahiliya wa ana baina adhhurikum. Pretendimet të ignorancës përdesë në mesin e juve. Pra, përdesë në këto rrethana me thirr o ansar edhe o muhajir, ku na i vllautën musliman, kjo shkatron edhe pretendimet e shumëve, do me thonë që mundohen me çështje nacionaliteti, me parasit që ne jemi këtij nacionaliteti, tjetri thot ne jemi këtij nacionaliteti. Kjo tregon do me thonë e shkatron, vetëm këtë hadith i shkatron pretendimet e tyre. Atëherë, këtë rast e ka shfrytzuar Abdullah ibn Seluli dhe ka thënë, ju ka dhënë mbrojtje ansarëve dhe ka thënë, na i pranuam Medinë këta. I pranuam Medinë, i ndihmuam. Madje përmendin tafsir që ka thonë një fjalë shumë të keqe, ka thënë qenit që i jep e ushqen ai të han, pra ka pas për qëllim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja çfarë fjalë të rëndë ka thënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur ka dëgjuar këto fjalë, Zeid ibn Arqam ka ardhe i ka treguar xhaxhait i tij. Xhaxhait i tij ka ardhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pyet ata kanë mohu. Dhe ka mbetë çështja ashtu. Pra ju ka besu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka lënë çështjen siç e thonë njerëzit haptas. Derisa më tej kanë zbrit ajete. Yaquluna la in raja'na ila al-Madina la yakhrujanna al-'azzu minha al-adhall. Dhe kanë zbrit ajete që e ka thonë të vërtetën Zeid ibn Arqam, ky sahabi nderuar, ka qenë djalosh i ri, edhe Kur'ani ja ka vërtetuar të vërtetën që ka thonë Zeid ibn Arqam. Pastaj Omer radiallahu anhu ka thonë i dërguari i Allahut, ata ekzekutojmë Abdullah ibn Selulin, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la taqtuluhu, mos e vritni atë, mos flitet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe vret shokët e tij. Dhe Ibn Qayyim thotë që urtësia
ka qenë për hapje Islamit, se po të vritej Abdullah ibn Seluli, atëherë njerëzit do thonin shok, ai po i vret shokët e tij. Pra nga largësia nuk mund ta kuptojnë se për kë bëhet fjalë. Dhe kjo do dëmtohet Islamin këtë mirë. Dhe mëtej ka ardhur djali Abdullah ibn Selulit, e dini pra është ngjarje. Abdullah ibn këtij munafike ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë dogumi Allahut, nëse është pyetje ekzekutimi unë do ta vraj babain tim. Nëse është pyetje që të mos bëhet shkaktar që unë më rrejt do një musliman për shkak një qafiri. Dhe e ka pengun rrugë në hyrjet Medines dhe i ka thënë nuk do të lejojnë me hynë Medine djali vetë derisa të jap leje pejgamberi alayhis salatu wasallam, dhe realisht ai ka hyrë poshtruar dhe pejgamberi alayhis salatu wasallam ka hyrë i ndëruar. Pastaj pe dobive thot Sheikh Uthaymeen rahimahullah, njohjes se shkaku të zbritjes është bejan inayetullahi ta'ala bi rasuli. Kur e njohim shkakun e zbritjes së ajeteve, neve na qartëson se si Allahu e ka mbrojtë të dërguarin e tij në shumë ajete. Për shembull, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatun wahida. Mushrikët kanë pas lloj polemikash me pejgamberin e sallallahu alajhi wasallam, lloj kundërshtiv. Dhe një mesin atyre kundërshtive kanë thënë, për shembull i kanë thënë, sikur na kishte dërguar Zoti në melek, ose pse ty s'ta ka zbrit Kur'anin, sikur ju ka zbrit profetëve më herët, një libër i tërë, komplet. Dhe Allahu është përgjigjur, kadhalika linuthabbita bihi fuadak, ne ta kemi zbrit ajet pas ajeti, kohë pas kohë, linuthabbita bihi fuadak, që ty ta forcojmë zemrën tënde. Po ashtu bejan inayetullahi bi ibadi fi tafrij kurbatihim, prej urtësive për me mësune shkakun e zbritjes së ajeteve është mithalu dhalika ajetet tayammum, për evitimin e ndonjë brenge që kanë muslimanët. Për shembull, duke u kthy muslimanët prej po ashtu Bani Mustalak, kanë ndodhur po ashtu disa ngjarje tjera. Mesin e tyre Aisha radiallahu anha ka humb një aqd që, pra si më thënë një lidhje që e ka pas apo qafore të saj. I ka humbur Aisha radiallahu anha dhe kanë filluar musliman duke e kërku. Në ato momente është afru koha me i dalë namazit, koha namazit. Dhe janë shqetësu sahabet, pra kanë pas brengë shumë të madhe tani. Ata nuk e kanë ditë rregullin e tejmumit. Çka të veprojnë? Janë shqetësu. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ka qenë duke fjet. Abu Bekr radiallahu anhu shqetësu, i ka pas sahabet duke u ballafaquar një brengë shumë të madhe, domethënë për mi dalë koha dhe s'kan pas ujë. Derisa kanë shkuar te Abu Bekri ka pas vajza Aisha radiallahu anha dhe i ka thënë, o shtankute Aisha radiallahu anha, për fajin tënd ne po vanohemi. Edhe ajo nuk ja ka prirë zhumin pejgamberit alayhis salatu wassalam, derisa është ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë zbrit ajetit të tejmumit, ku Allahu subhanahu wa taala ka thënë falam tajidu ma'an fatayammamu, pra kur nuk keni ujë, atëherë merrni tejmum sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum, pra e dini formën e tejmumit, kuptimi i ajetit. Çfarë ka thënë Usaid ibn Hudayr? Usaid ibn Hudayr është ndalë dhe ka medituar për një moment, ka thënë, pra ka kuptuar që humbja e kësaj qafora, po si më thënë, të Aisha radiallahu anha po bëhet shkak për me zbrit ajet ku qartësohet rregulli i abdesit, një prej rregullave shumë të rëndësishme të abdesit. Dhe ka thënë, ma hiya bi awwal barakatikum ya ala Abu Bakr. Nuk është bereqeti i parë i kësaj familje, nuk është bereqeti i parë i kësaj familje hera e parë. Pra jeni familje e bereqetshme. Shpesh herë ka ndodhur që jeni të bereqetshëm. Po ashtu, shkaku i zbritjes është mirë me ditë, sepse mund kuptohen ajetet në mënyrën më të mirë me shkakun e zbritjes. Për shembull, Allahu ka thënë Kur'an, inna as-safa wal marwata min sha'airillah, me lëviz nga Safa në Marwa, me bo Safa dhe Marwa sa'in, është për rituale, për shenjave të Allah. Faman hajja al-bayta wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Ai i cili vjen haxh dhe umra,
Nuk është gjuna me bo Safin edhe Marwan. Ajeti po thot që nuk është gjuna me bo Safin edhe Marwan. Por ne kur e dim shkakun e zbritjes, e kuptojmë ajetin mirë. Cili është shkaku i zbritjes? Sepse ata kanë mendu, sahabët kur kanë bo Safin edhe Marwa, kanë mendu që edhe kjo është pjesë e xahiletit. Dhe Allah ka thënë që nuk është gjuna me bo Safin edhe Marwa, por kjo nuk është pjesë e xahiletit, por kjo është rregull. Dhe ne e kuptojmë atëherë se kuptimin e drejtë. Një prej meseleve që përmend Sheikh Uthaymin rahimullah thot umumul lafz wa khususus sabab. Zbritja e një ajeti për një ngjarje të caktuar nuk do të thotë që është vetëm për atë shkak përfshin të gjithë. Pra, nëse një ajet ka zbrit për një rast, ky rregull vlen edhe për të tjerë. Umumul lafz wa khususus sabab. Për shembull, idha nazalat al-aya li sabab khas, nëse zbret një ajet për një shkak të caktuar dhe ajeti është i përgjithshëm, atëherë dispozitat e atij ajeti duhet merren për gjithë. Për shembull, ayatul li'an, ajetet që flasin për mallkimin. Ajetet të cilat flasin për mallkimin. Në Sahih al-Bukhari transmetohet nga Ibn Abbasi, Hilal ibn Umayya ka akuzuar gruan e tij me në morale ka akuzuar me një person tjetër bi Shurejk ibn Sahma. Dhe me akuzu dhe me thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, el bejjina u haddun fi dhahrik. Ose 4 dëshmitar, ose mbi ty duhet të vendoset dispozita, pra dënohesh. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala tani ka zbrit një ajet ku e qartëson dhe dallon ai i cili akuzon gruan e vet prej ai që akuzon gratë tjera. Pra, një njeri i cili akuzon dikë pa drejtësi, qof gra, qof burr, qof mashkull, qof femër, ai i cili akuzon dhe nuk ka 4 dëshmitar, ai duhet i merr 8 vet shkopin, kamxhik. Kjo është qartë. Por nëse akuzon gruan e tij, këtu ndryshon situata, sepse ajeti tani më e përqartëson. Hilal ibn Umayya ka ardhur dhe i ka thënë pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe ka akuzuar bashkëshortën dhe kanë zbrit ajete. Ayatul li'an, ajetet e që flasin lidhje me mallkimin. Walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum shuhada illa anfusuhum. Kuptimi i ajetit, ata të cilët akuzojnë gratë e tyre dhe nuk i sjellin 4 dëshmitar. Çka duhet bëjnë? Allahu ka thënë Kur'an, kuptimi i ajetit, ata duhet betohen 4 herë. 4 herë duhet betohen. Pasha Allahun, unë jam duke thënë të vërtetën. 4 herë. Pasha Allahun, unë jam duke thënë të vërtetën. Herën e 5 dhe mallkimi i Allahut qof nëse unë jam prej gënjeshtarëve. Herën e 5. Dhe gruaja duhet thot kështu. 4 herë duhet thot që pasha Allahun ai është prej gënjeshtarëve. Edhe zemrimi Allahut qof mi mu nëse ai është prej sinqertëve. Dhe kur të ndodh kjo li'an, mallkim nga të dy anët, aty më ndodh edhe ndarja e përhershme. Dhe këta ai nuk i merr mu 80 kamxhik. Po 80 kamxhik i merr për atë nëse akuzon pra një gru tjetër apo një njeri tjetër. Tani, ky ajet ka zbrit për Hilal ibn Umayya. Ka ardhur një njeri tjetër te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend njëjtën mesele. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Qad anzala Allahu al-Qur'ana fika wa fi sahibik." Allahu ka zbrit ajet për ty dhe për ata që ishin para teje. Pra si rregull, zbritja e këtyre ajeteve që e qartëson mallkimin në këtë problematik nuk është vetëm për Hilal ibn Umayya, por për musliman deri në kiamet. Dhe kjo është një rregull që na mëson Sheikh Uthaymin rahimahullah. Al-Makki wal-Madani. Al-Makki wal-Madani. Hadithet Mekase dhe Medinase. Nazal al-Quran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mufarriqan fi khilal 23 sana. Ka zbrit Kurani për 23 vjet. 13 vite ka jetu pejgamberi alayhis salatu wassalam në Mekka.
Dietarët i kanë nda zbritjen e ajeteve Mekase dhe Medinase, mirë po qëllimi është para hijretit dhe pas hijretit. Çka do të thotë kjo? Ajetet të cilat kanë zbrit para si më ndodh hijreti quhen Mekase. Ajetet të cilat kanë zbritur pasi ka ndodh hijreti quhen Medinase. Që do të thotë? Ajeti i cili ka zbrit në haxhin e fundit lam të mirës Mekke, sot e plotësova Islamin dhe përsosa mirësit ndaj jush, edhe pse ka zbrit Mekke, kjo është ajet medeni. Edhe pse ka zbrit në Arafa, nuk është Mekas, po është Medinas. Pse? Sepse ka zbrit pas hijretit. Kështu do përmend dhe argumenton Sheikh Uthaymin rahimahullah. Wa yatamayyazu al-qismu al-makki 'an al-madani min haythu al-usul wal-mawdu'. Ajetet e cilat kanë zbrit para hijretit Mekase dallojnë nga ato Medinase, edhe si për nga stili i oratorisë, edhe për nga përmbajtja. Ato që janë ajetet që kanë zbritur në Mekke zakonisht janë më të ashpra, më të fuqishme, më përmbajtësore, pra që flasin për ditën e gjykimit, flasin për argumentimin e krimit njeriut. Këto janë Mekase, sepse njerëzit kishin nevojë për me kuptuar të vërtetën. Ndërsa ajetet që kanë zbritur në Medinë flasin për xhihadin, flasin për plashkën e luftës, flasin për rregullat e martesës, shkurëzimit e kështu me radhë. El-hikmatu min el-Qur'ani mufarraqan. Urtësia e zbritjes së Kur'anit mufarraqan, që nuk ka zbritur komplet, më po ka zbritur ajet pas ajeti. E para, thot Sheikh Uthaymin, tathbit qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mi ha forcu zemrën pejgamberit alayhi salatu wassalam. Linuthabbitahi wa la yatunaka bimathalin. Mushrikët kanë punë një argument, kanë argumentuar me diçka, vetë se Kur'ani e ka shfuqizuar me një argument më të fuqishëm. Dhe kjo e ka shtuar imanin pejgamberit alayhi salatu wassalam, e ka forcu. Pastaj ngjarjen vijim. Pra, ko pas kohë zbritja ajeteve, vetë se e ka forcu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thot Sheikh Uthaymin, tanshitu el-himam li qabul ma nuzila min al-Quran. Janë gjallur ato ndjenjat e sahabëve për me prit se çfarë po zbret Allahu subhanahu wa taala. Dhe ju ka shtu imani. At-tadriju fi at-tashri', po ashtu në mënyrë graduale kanë zbritur ajetet, rregullat, për shembull siç është alkooli, e para ka qenë e mishruar pi alkoolike të mushrikët, njëherë ka çarçuar Allahu subhanahu wa taala që do të thonë siç kanë zbrit ajetet e lidhje me alkoolin, derisa në fund Allahu ka thënë largoni të gjithë nga alkooli. Mesela tjetër që përmend Sheikh Uthaymin është tertibul Kur'an, radhitja e Kur'anit. Radhitja e Kur'anit. Dhe radhitja e Kur'anit është 3 lloje. I përfshin 3 çështje. Radhitja e shprehjeve, që është ijma, nuk guxon me pas ndryshim. Për shembull, Kul huwallahu ahad, nëse thuhet Kul huwallahu samad, kjo është e padiskutueshme, është ndaluar. Pra ka ijma në këtë çështje. Brenda ajetit, radhitja e fjalive është çështje e pakontestueshme. Tertib el-kelimat, pra radhitja e fjalëve. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahman arrahim, e kështu me radhë. E dyta, tertib el-ayat, radhitja ajeteve. A guxon një ajet më ardh në radhitje pas një ajeti tjetër, apo duhet ashtu siç është? Edhe kjo është ijma e pakontestueshme. Pra, nuk lejohet namaz me citu ajete, disa ajete nga sura Al-Baqara, pastaj me kalu në faqet më parshme, kjo është e padiskutueshme. Duhet lexohet në mënyrë të radhitur. Ndërsa sa i përket sureve, këtu është një gjendje që lejohet me i paraprit disa sure para tjera. Pra, nuk është patjetër me i lexu të radhitura suret. Në Sahih Muslim an Hudhaifah radhiyallahu anhu, ai është falur me pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe ai ka lexuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam Baqaran, pastaj Nisa, pastaj Ali Imran.
Pra kjo është një diçka që ndryshon. Mund të lexohet një sure para tjetrës. Ndërsa ajetet traditura është çështje e pa diskutueshme. Dhe po ashtu prej meseleve që e përmend dhe këtë përmbyllim me këtë pjesë është tubimi i Kur'anit. Tubimi i Kur'anit, li kitabati al-Qur'an wa jam'uhu 3 maratib. Shkrimi i Kur'anit dhe bashkimi i tij është në 3 faza, në 3 etapa. Marhalatul ula, periudha e parë është kur ka qenë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, në periudhën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kana al-i'timad fi hadhihi al-marhala, po kjo ka qenë një periudhë ku shumica e sahabeve janë fokusuar në zenin përmendsh. Ala al-hifdh akthar min al-i'timad ala al-kitaba. Pra e kanë mësuar Kur'anin përmendsh për disa shkaqe. E para li quwwati adh-dhakira. Kanë pas zenin përmendsh në pikën më të lartë. Sahabët, o sur'atul hifdh, dhe kanë qenë tejet e kanë sur'atul hifdh, wa qillatul katibin, dhe ka pas shumë pak që kanë shkruar, mungesë, o wasail al-kitabe, kanë pas edhe mungesë të mjeteve të shkrimit. Walidhalika lam yajma fi al-mushaf, nuk kanë qenë të i bashkuar Kur'ani, i përmbledhur në një vend. Por disa prej sahabëve kanë mësuar përmendsh, disa e kanë shkruar, atë kanë pas mundësi. Dhe mjetet në të cilat të shkruar Kur'anin kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë usbun nakhl. 4 mjete me të cilat e kanë shkruar Kur'anin sahabët. Usbun nakhl, pra ato levorët apo degët e palmës. Degët e palmës, wa raqa'ul julud. Raqa'ul julud është lkura, wa likhaful hijara, rasat gur që jenë ras, pra në gur, të wa kisrul aktaf, po ashtu kockat nga që kanë qenë kafk e deveve. Wa kanë al-qurra adadun kabira. Me po njëkohësisht ata që kanë mësuar Kur'anin përmend që kanë qenë shumë. Për shembull, fi Sahih Buhari, përmend Sahih Buhari, Anas ibn Malik, pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka dërguar 70 hafiza me bo dave një vend. Në Bi'r Mauna. Dhe mushrikët i kanë rrethu, dhe është një ngjarje dhimbshme që pejgamberi alayhi salatu wassalam piklimën më të mëdha që i ka pas në jetën e tij kur ja kanë vrarë këta 70 hafiza. I ka dërguar domethënë me bo dave dhe ja kanë rrethu. Dhe ata kanë luftuar derisa kanë metën 10 vetën, 2 vetën, 3 vetën nuk janë dorëzuar deri në momentin e fundit. Domethënë kanë luftuar këta sahabe nga mushrikët dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu dua një muaj për këta njerëz. Dhe nuk e ka përgatitur me një ushtrin me shku mi luftu, dhe kjo është një prej argumenteve që maturia është mbi euforizmin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu dua një muaj rresht dua kundër këtyre. 70 hafiza kanë vdek pra në këtë betejë. Mirë po, shumë prej sahabëve po ashtu e kanë ditë Kur'anin përmendsh. Kjo është periudha kur pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë gjatë. Ndërsa marhalatu thaniya, periudha e dytë është kohën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Kohën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu fi sana thaniya 10 min al-hijra, në vitin 12 hijri. Në betejën e Yemenës. Pra Musailamatul Kadhab ka bëu një fitnë shumë të madhe ky njeri. Dhe në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, atë ka qenë një sprovë e madhe, saqë aty në vrarë shumë prej sahabeve. Edhe shumë prej hafiza. Aty është ngjall ideja dhe mendimi që me bashku Kur'anin dhe me i mbledh gjitha ato shkrime që janë që mos të humbet Kur'ani. Dhe e dini që Abu Bekr radhiyallahu anhu ka tentuar disa herë me luftu Musailamatul Kadhab derisa e ka kuptuar që e vetmja strategji është me thirr Khalid ibn Walidin, i cili ka marrë këtë anët e Irakut duke bëu xhihad ka qenë, ka thirr Khalid ibn Walidin radhiyallahu anhu për me shku me shkatru ushtrinë e Musailamatul Kadhab. Dhe ka Khalid ibn Walid. Dhe ai në fillimet e para ka qenë shumë afër me deri ju kanë afruar domethënë të shotori Khalid ibn Walid. Ka qenë betejë shumë e ashpër. Derisa Khalidi ka në ato momente ka pe zgjuarësisë që ka pas dhe njihet si
generali më i mirë të gjitha kohrave që një historia njeriut, ai ka urdhëruar që gjithë secili me pas të afërm fisin e vet, të afërmin e vet. Dhe ajo do të thonë i ka funksionuar në ato momente zgjuarësia e Khalid ibn Walidit dhe kanë triumfuar musliman. Mirë po, në këtë betejë kanë vdekur shumë hafiza. Dhe tani ideja ku i ka qenë me mbledh Kur'anin ka qenë Omerit radiallahu anhu. O shkute Ebu Bekri radiallahu anhu i ka thënë që duhet me e bashku gjithë ato që kanë shkruar sahabët në një vend. Dhe Ebu Bekri radiallahu anhu është ndalë edhe ka mendu. Ka thonë si ta bëj një vepër që se ka bëu pejgamberi alayhis salam. Dhe aq shumë i ka folë Ebu Bekri radiallahu Omeri Ebu Bekrit saqë thot tani mu ka hap gjoksi dhe ka kuptuar që ajo që thot Omeri është e saktë. Shifni pra që në disa momente në kohën e Riddes Omeri ka pas një qëndrim, Ebu Bekri një qëndrim. Pra Omeri ka thonë mos mi luftu renegatet përderisa po thonë la ilaha illallah, Ebu Bekri ka thonë nëse edhe kërpeshin s'më hapin do t'i luftoj. Në tubimin e Kur'anit Ebu Bekri po ndalet, Omeri po. Dhe kjo tregon domethënë që sahabët disa momente kanë pas një qëndrim që tjerët janë bin. Pra e vërteta duhet mirët nga çdo kush. Pra Abu Bekri radiallahu anhu po e merr këshillën e Omerit radiallahu anhu. Dhe Abu Bekri radiallahu anhu ka thirr Zeid ibn Thabit, ka qenë i ri, ka qenë i shkath, saqë Abu Bekri radiallahu anhu ka thënë innaka rajulun shab, ti je djalë i ri, një burr edhe i ri, haqilun la nattahimak. Pra që nuk të akuzojmë ty, pra asë zgjuarësi, asë shkasi. Fatatabbat al-Quran, ajma'uhu min al-asab, dhe i kam mbledh të gjitha Zeid ibn Thabit, ato që kanë qenë pra në levore, në për rasa, në për lëkura, edhe i kanë të bu në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu, dhe ato janë vendos në shtëpin e Omerit. Pastaj të Hafsa radiallahu anha, dhe më në fund ka ardhur periudha pas vdekjes së Omerit, në vitin 25 Hijri. Tani, në këtë periudhë në kohën e Omerit që janë të bu gjitha këto, Kurani ka zbrit në 7 llojet leximit. 7 llojet leximit. Dhe duke u përhap Islami, duke u nda sahabët, ata që kanë pas shkruar me vete, kanë fillu mënyrën e leximit me pas diskutime, sepse dialektin atë botë, në kohën e pejgamberit e Satusam ka qenë 7 dialekte. Për këtë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është zbritur Kur'anin 7 forma, 7 shkronja, qëllimi është 7 format leximit. 7 format leximit dhe kanë filluar mos pajtimet. Dhe Hudhaifa ibn al-Yaman në Azerbajxhan, kur shpërhap Azerbajxhani me dawe pra në xhihad, ka pas një mos pajtim aty dhe kjo ka nxit më ardh në Medinë, edhe mi thonë Uthmanit radiallahu anhu, adrikin nas, pra merri shkaqet para se të përçahet umat. Dhe Uthmani radiallahu anhu ka urdhëruar këta sahabe, disa prej sahabe ka urdhëruar që po ashtu Zeid ibn Thabit, Abdullah ibn Zubair, Said ibn al-As, Abdurrahman ibn al-Harith, ibn Hisham, të gjithë këta i ka urdhëruar që me marr dhe me e bë vetëm një mushaf të vetëm. Me përmbledh Kur'anin që ka qenë pra ashtu siç është zbrit, siç e kanë ditë ata 70 sahabët që kanë vdekur, ata që kanë rënë shahid për gjithë, ashtu siç është zbrit me mbledhje një mushaf. Edhe i kanë bërë 7 kopje, pa disa thonë 5 kopje dhe i kanë përhap në Kufe, në Mekka, në Medinë, në Yemen, i kanë përhap. Gjithë ajo që ka qenë e shkruar dhe nuk ka qenë e shkruar në këtë mushaf, e ka djegur Uthmani radiallahu anhu. Pra ka marrë gjithë shka u ka gjetë sahabeve, që pas miratimit të gjithë që e kanë miratuar atë përmbledhjet mushafit, Kur'anit, gjithat që ka gjetë jashtë saj e ka djegë. Dhe kjo konsiderohet për veprave më të mira që i ka pas Uthmani radiallahu anhu. Me një fjalë, thot Sheikh Uthaymin rahimahullah, en al-gharad, synimi që e ka vepru Ebu Bekri ka qenë me rujt Kur'anin. Ndërsa tubimi që ka qenë kohën e Uthmanit ka qenë me e bë një kopje të vetme dhe mos me pas mos pajtime rreth mënyrës së leximit të Kur'anit. Pra, mos me thonë që unë kam të shkruar këtë ajet, sepse edhe kur kanë shkruar sahabët kanë mund të japin ndonjë koment, gjithë ato janë të djegura nga ana e Uthmanit radiallahu anhu, dhe kjo konsiderohet me ijma dhe konsensus një prej veprave më të mira, saqë thonë dietarët vetëm 2 vepra që i ka pas Uthmani radiallahu anhu, ato i mjaftojnë
çfarë vlere ka pas Uthmani. E para, kur e kanë rrethu xhavarisht, ja kanë rrethu shtëpinë, edhe ka ditë që nëse ai vritet, askush do të ndodhë xhakderi, asnjë xhakderi nuk do të ndodhë me vrasjen e tij. Dhe ka urdhënu sahabët, të cilët ka qenë periudha haxhit, shumica prej tyre kanë qenë haxh, ka urdhëruar që mos me mbrojt atë. Dhe mos mbrojtja e Uthmanit ka ardhur vetëm te vrasja e Uthmanit. Dhe i ka dhënë përparësi, domethënë e ka pa që është masleha, mu vrani njëri e mos më ndodhë xhakderi. Kjo është e para si vlerë e Uthmanit, dhe e dyta, tubimin që e ka bo Uthmani radiallahu në një kopje, dhe në një mushaf, dhe i ka bë 7 kopje. Dhe i ka përhap dhe muslimanët me konsensus, pra nuk ka ndodhur asnjë përçarje pas asaj apo mos pajtim. Më tej, nesër inshallah do të kalojmë në lidhje me tefsir, rregullat që i përmend Sheikh Uthejmini rahimullah. Me një fjalë, Sheikh Uthejmini pra na përmend këtë kur është kuptimi i Kuranit, kur ka zbritur Kurani, ajetet e para të zbritjes, llojit e ajeteve të zbritjes, shkrimi i Kuranit, tubimi i Kuranit. Sigurisht se këto janë një rifreskim edhe një mësim që përfitojmë inshallah nga këto mësime. Lutim Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që të na jap dobi të dobishme, na shtoj dijen, të vëshmërinë. Ka qishte, wa sallallahu wa sallam ala nebina Muhammed.